began to grow old, and I thought my youth would last forever. Take me back to when we were kids and didn't care if we were acting stupid. Hello, përshëndetje, mirë se keni ardhur në videon time të radhës. Atëherë që nxjella për të gjithë ju që nuk më njihni, dhe falenderoj shumë nga zemra që keni klikuar këtë video. Atëherë, sot që po i flasë ditën e shtunë, unë sot do shkoj së bashku me Ryan dhe kushuririn e tij të shikojmë filmin Polar Express. Kinemaja që ne do shkojmë gjysmë orë larg para është në Dolestown, kështu që vendosëm që fillimisht të merrni diçka për të ngrënë dhe për të pirë, duke qenë se s'kemi ngrënë dhe nuk kemi pirë asnjë gjë. Kemi marrë 3 hash brown, të cilat ua kam treguar edhe herë tjetër. Janë vërtet shumë të mira, kështu që ti kalojmë të fëmijët. Ryan, take yours. Neti. Edhe një e ka marrë për vete, por nuk e din që se do arrit dot ta ha, duke qenë se do ngas makinën. Gjithashtu këtu kemi marrë edhe 2 çokolata të ngrohta, të cilat janë këtu për fëmijët. Edhe unë mora një kafe të vogël, por e mora të ftohtë sepse e kam shumë problem të pi kafe të ngrohtë kur ngas makinën, sidomos kur bëj gjysmore rrugë. Edhe kam kollaj ta pi me pipës, kështu që të bëjmë duart shpejt me krem, edhe të shkojmë të shikojmë filmin. Atëherë filmi fillon në orën 10 edhe zgjat 2 orë, besoj nga ora 12 duhet të mbaroj. Por unë në orën 3 pa çerek kam një masazh për të bërë, kam një masazh me gur të nxehtë. Gjithashtu kam të një trajtim fytyre, të cilat do t'ua tregoj momentin që të shkojmë tek qendra estetike. Pra kjo dita e shtunë sot do jetë vetëm kujdes për veten time edhe për Ryan. Flas më tani sepse sa më shumë të flas, aq më shumë ikën koha, edhe shifemi bashkë tek kinemaja në Dolestown. Okej, unë tani sapo parkova makinën në këtë parkime që janë anash rrugës, edhe jam tek 551, edhe shkarkova aplikacionin Park Mobile, edhe do ta parkoj për 3 orë, duke qenë se ne kemi ardhur në orën 9:00, që është më herët se ora 10 që fillon filmi. Atëherë vendosa që ta bëj për 3 orë dhe kushton $5.10. Kështu që po bëj të dhënat e kartës edhe të shikojmë dhe të vim vërdall Dolestown. Është vërtet super, por super bukur. Why can't you just tell me? I just wanna be your bride, wanna be. I wanna give our love away. You're not letting me, get through to you. Yeah, if you let your guard down, baby, this is what I'll do. Okay, go mama, go Netty boy,
Shikoni tani sa po mbaroj, ora është diku te 12, edhe ne u kënaqem vërtet shumë. Unë e kisha parë edhe herë tjetër. Atëherë tani po shkojmë te parkimi sepse edhe orari i makinës mbaron për gjysmë ore, edhe të bëhemi gati për të shkuar tek trajtimi i fytyrës dhe masazhi. Unë t'ju them që është vërtet shumë ftohtë. Sot është -5 gradë. Edhe unë nuk jam veshur shumë trash për të shkojë në shtëpi, do ndrohem dhe do vishem më trash kur të shkoj tek qendra estetike. Kështu që dëgjojmë kur të shkoj në shtëpi. Okej, unë tani sa po erdha në shtëpi, jam gjysmë ore gati përpara se të shkoj te qendra estetike dhe vendosa që t'i bëj një unboxing të produkteve që un kam marrë tek Amardel Studio. Atëherë shikoni këtu të gjithë setin që Alketa më ka dërguar, janë fokusuar më shumë të radhë që të porositja setin e flokëve, sepse keni parë që flokët e mia kanë filluar të bien shumë gjatë kësaj periudhe dhe vendosa që të merrja produktet e Amardel Studio, duke qenë se produktet e fytyrës së Alketës më ka pëlqyer vërtet shumë. Alketa përveç se më ka vendosur të gjithë linjen e flokëve të cilën un kam porositur, më ka vendosur dhe disa produkte ekstra të cilën e falenderoj shumë nga zemra. Atëherë po nis direkt me këtë gjë e madhe e cila shampua e flokëve. Atëherë, kështu duket paketimi. Është një paketim vërtet i madh, thjesht dua ta nuhas pak aromën. Ka një aromë shumë të mirë. Ka si aromë mjalti, nuk e di sepse më jep atë ndjesin e mjaltit. Ka vërtet shumë aromë të mirë, por unë duke qenë se bëra dush në mëngjes, nuk mundem që t'i provoj sot, por herës tjetër, pra nesër ose pas nesër do e provoj edhe do t'rregoj review-t e mia të sinqerta, por normalisht unë do t'i përdor pak më gjatë për t'ju dhënë dhe juve një vlerësim sa më të saktë edhe një review sa më të sinqert për produktet Alketës. Produkti tjetër është vaj i flokëve. Paketimi është shumë i bukur, shumë cute, është roz. Dhe duhet të pyes Alketën nëse ky vaj përdoret përpara larjes apo pas larjes së flokëve. Po besoj duhet të jetë pas larjes. Dhe kjo vi ka një aromë shumë e mirë. Ka një aromë fantastike, por nuk është se është vetëm ky vaj i flokëve, është edhe ky tjetri. Ti nuk e di nëse është i njëjti vaj apo jo, duke qenë se paketimi është ndryshe, por edhe për këtë do pyes Alket. Ky vaj më duket se që nga pak më i trash, mos gaboj. Ky pas ka aromën më të mirë. Ky kam përshtypjen do jetë pas larjes, të dy do jenë pas larjes. Kjo ka një aromë fantastike. Bëni një screenshot dhe shkoni tek Instagrami Alketës dhe porositeni sepse ka një aromë fantastike. Unë do doja ta vija tani pak tek flokët, por duke qenë se të shkoj te qendra estetike, nuk doja që të kem produkte ekstra në fytyrë apo në flokë. Ky besoj se do jetë maska për flokët. Dua që ta hap, ta nuhas pak. Okej, vetmja gjë që unë po bëj tani është po ju marr aromë produkteve, sepse do t'i përdor gjatë kohës që do bëj dush. Sa mirë që qen ka. Po a tregoj juve sikur mundeni të nuhasni aromën, por pas ka një aromë fantastike, shumë e mirë. Super, super, super. Atëherë kjo ishte e gjithë linja që unë kam porositur, ndërsa këto produktet e tjera Alketa më ka vendosur ekstra nga vetja e saj. Kjo është fondatina e Alketës. Atëherë paketimi më pëlqej vërtet shumë, është shumë i bukur, është shumë cute, duket shumë luxury. Dhe Alketa më ka vendosur nuancën 02. Atëherë duke qenë se tani ka vendosur make-up, do ta përdor nesër. Shumë i mirë dhe ngjyra mendoj se më përshtatet shumë me ngjyrën time të lëkurës. Por gjithsesi do ta përdorim nesër dhe do shikojmë edhe mbulimin që ka, edhe hidratimin që fondatina ka. Sepse kam parë Alketin që kjo fondatina i ri vërtet shumë mirë, kështu që mezi po pres edhe unë ta provoj nesër. Gjëja tjetër është një lip gloss. Në fakt janë dy të ndryshëm, por besoj duhet të jenë me shije të ndryshëm ose është thjesht paketimi. Janë super super cute. Unë në fakt do doja shumë që ta vë një tani, por do ta vendos pasi të heq make-upin, pastaj kur të shkoj te qendra estetike, do ta vendos pak tek buzët. Aromat janë fantastike. Gëdik, produktet e Alketës më mbajnë vërtet shumë aromë të mirë. Një gjë tjetër që Alketa më ka vënë ekstra dhe unë në fakt mezi po i prisja janë parfumet. Dhe këto janë disa sample të cilët Alketa më ka dërguar dhe falenderoj vërtet shumë nga zemra sepse në bazë të këtyre unë do zgjedh aromën e parfumit tim, të cilën do ta porosis tek porosia e radhës. Atëherë, unë në fakt provova një para 2 ditëve, por nuk e mbaj mend se cili nga këta ishte, kështu që dua që ti nuhas pak tani. Sa e mirë që nga kjo. Kjo është orkide. Kjo është vërtet shumë e mirë, fiksojeni. To që po i them unë fiksojeni se do i duhen për te porosia që do bëni. Kjo vjen si aromë baby, sweet, shumë e mirë. Kjo është e dyta sweet. E treta është magnetic. Më pëlqen shumë emri që ka. Dhe ky magnetic ka aromë fantastike. Më duket se porosis më shumë se një parfum tek Alketa ose porosia e radhës vetëm me parfume, por janë fantastik. Këta të tjerët janë me numra 31, 12 edhe 9. 9-ën kam provuar atë ditë, më ka pëlqyer shumë, por unë jam pak më shumë tek parfumet e ëmbël. Jo, kam provuar këtë, një gënjeva, kam provuar numrin 31. Kjo më ka pëlqyer, por kjo 9-a ishte më e mirë. Edhe kjo është e mirë, por për mendimin tim, të preferuarit e mi janë këta që ishin të ëmbël, pra Magnetic, Sweet dhe Orkideja.
dhe më duke se preferuara ime ishte Sweet. Atëherë këto ishin të gjitha porositë që Alketa më kishte dërguar, të gjitha produktet që Alketa më kishte dërguar. Nëse do ju doni të bëni porosinë tuaj, atëherë duhet të shkoni tek Instagrami i Alketës, Amarilde Studio ose Alketa Amarildo, mund t'i porosisni pra produktet e të dyja Instagramet. Dhe di që shumë goca kanë menduar se unë i bëj review të mira produkteve të Alketës duke qenë se kam shoqe, por jo, janë produkte të cilat unë vërtet i kam përdorur dhe do i shikoni që edhe produktet që kam tani do t'i përdor pra gjatë kohës, sepse produktet e fytyrës i keni parë gjatë që më kanë mbaruar, kështu që nëse mua nuk do më kishin pëlqyer, atëherë nuk do t'i kisha mbaruar. Mezi po pres të provoj të gjithë setin e flokëve dhe mezi po pres të më japi rezultate shumë të mira. Atëherë unë tani po nxitoj pak, po heq make-upin, po ndrohem, po vesh veshje tjetër dhe po shkojmë bashkë qendra estetike. Atëherë te qendra estetike do mundohem që të bëj një reels në Instagram, kështu që nëse nuk më ndiqni, më ndiqni në Instagramin tim Silvia SM Marketing, do ta gjeni diku të shkruar këtu ose do ulë faqen time të Instagramit. Look out, here she comes, the woman that I love. It's too bad she'll never know. Yeah, I can't tell her how I feel, because she has someone who makes her happy. I'm a ghost in these walls, or at least I try to be. 'Cause I hope that I'm not showing how I feel for her, but she won't feel the same for me. I've got this picture in my mind, it's just the two of us, just the two of us. But I know I have to try to let her go, because she won't be mine. I listen when she talks, I watch her when she walks. She's giving me these feelings that I've never felt before. Hello nga dita e dytë e këtij vlogut. Atëherë sot që po ju flas është ditë e diel. Unë tani sapo kam bërë një dush edhe do bëj gati make-upin sepse duhet që të dalim. Atëherë sot ka rënë super të borë këtej nga ne, ka shtruar, por dua t'rregoj pastaj se sa bukur që është jashtë. Por dua që të flas pak duke bërë make-upin dhe për eksperiencën dje tek qendra estetike. Atëherë, unë kam vendosur hidratantin në fytyrë dhe tani po vendos pak concealerin, i cili është ky nga Maybelline që unë përdor gjithmonë, por besoj se duhet të gjej ndonjë tjetër. Nuk është se nuk më pëlqen, ky më pëlqen, por pse jo të provoj një markë tjetër. Eksperienca dje tek qendra estetike ishte vërtet shumë e mirë. Gocat ishin vërtet shumë profesionale, pra stafi. Qendra estetike që unë shkova dje, se duke këto në fytyrë, aknet, por unë kam gacmuar pak dje, edhe pse Fredi, zonja që më bëri trajtimin e fytyrës, më tha të mos i gacmoj. Nuk e kuptoj se më është acaruar edhe qafa. Në qendra estetike që unë shkova dje, ishte hera e dytë që unë shkoja. Herën e parë që kam shkuar si fotografe, pra kam bërë foto të sallonit, pra të qendrës estetike dhe të produkteve që ato shesin pra online, të produkteve të fytyrës. Më së shumti ishin produkte fytyre dhe qendrën estetike unë kam njohur nga kolegja ime e punës, pra dhe shoqja ime Dias, sepse shoqja ime ka vite që bashkëpunon me këtë biznes dhe më sugjeroi, duke qenë se ka parë punën time si fotografe, duke qenë se unë e din tashmë e dini që kam punuar dhe 2 herë të tjera, dhe vendosi që të më merrte si fotografe për produktet që do lançoheshin pra te website. Qendra estetike ndodhet 20 minuta larg nga shtëpia ime, kështu që nuk është se më mori shumë kohë për të shkuar atje. Ishte një qendër estetike e vogël, por që ofronte vërtet shërbime goxha të mira, përveç trajtimeve të fytyrës, masazheve të ndryshme që ato bëjnë, gjithashtu ofronin dhe stretching, pra për njerëzit që mund të vuajnë nga dhimbjet e mesit apo nga dhimbjet të ndryshme të trupit. Dhe Fredi përveç qendrës estetike bëte trajnime për biznese të ndryshme të cilat duan shtërrisin biznesin e tyre ose njerëz të cilët duan të hapin për herë të parë biznes. Atëherë unë tani të vendos pak fondatinën nga Amarilde Studio, është herë e parë që unë do ta provoj tani. Kam marrë numrin 02 dhe ta provojmë së bashku se si do jetë. Kjo ishte edhe arsyeja sepse vendosa më shumë për të bërë make-upin sot, që të provoja make-upin e Alketës. Do ta aplikoj në këtë mënyrë fondatinën dhe mendoj se ngjyra që ka perfekte për lëkurën time, se nuk dua të bëjmë pis, se kam veshur të them sfitin e zi, sepse do daj që të bëjmë disa foto tani në borë me Olenin. Dhe gjithashtu do shkojmë për shopping sepse na kanë mbaruar të gjitha shampot, detergjentet
edhe shumë gjëra të cilat ne duhet që t'i marrim pikërisht sot. Dhe po i thosha për qendrën estetike, zonja që bëri masazhin ishte vërtet shumë e mirë dhe jam habitur që në atë moshë mund të arrit të bënte atë masazh aq mirë, sepse ne jemi të reja dhe kur bëjmë diçka që për shembull unë kur shkruaj shumë në tastier, pra që qëndroj 2-3 orë në tastier apo 8 orë në punë, atëherë ndihem vërtet se kur kam dhimbje gishta. Nëse ajo nuk e shketa në pankoj fare dhe po e bënte masazhin aq mirë dhe realisht më ka relaksuar të mos e pjesa e shpatullave. Sepse duke qenë se qëndroj ulur edhe në punë pra në kompjuter, por edhe gjatë kohës në shtëpi që bëj editimin, më kishte kapur domethënë një dhimbje tek shpatulla. E shikoni pak se sa mbulim të mirë që ka fondatina e Alketas. Super. Ta dija që do më vinte fondatina Alketas kaq shpejt, nuk do ta kisha bler atë të Estée Lauder, pra do kisha kursyer $55, por është okay. Dhe masazhi kushtonte $125 apo $135, sepse unë në fakt kam përfituar të dyja shërbimet falas, edhe masazhin edhe trajtimin e fytyrës, duke qenë se ishte pjesë e pagesës time si fotografe. Pra përveç pagesës kam marrë edhe 2 shërbime. Edhe shërbimet në fakt më sugjeroi Fredi, duke qenë se më pyeti se çfarë probleme shumë kisha dhe në mënyrë që ato kuptonte se çfarë shërbimesh duhet që të më ofronte, dhe i thash që kam probleme me aknet në fytyrë, ndërsa për pjesën e masazhit i thash që kam, nga që qëndroj ulur, kam paradhimbje mesi dhe pjesën e shpatullave. Dhe ishte ajo e cila më sugjeroi pra masazhet edhe trajtimin që unë duhet të bëja. Por e di që trajtimi i fytyrës kushtonte $295. Për ne që vim nga Europa, e kuptoj që këto shërbimet këtu në Amerikë mund të duken vërtet goxha të shtrenjta, por ka njerëz që normalisht i bëjnë dhe i përballojnë. Por unë atë jam e sinqert, nëse këto shërbime nuk e kisha përfituar falas, nuk kisha për të paguar, mendoj, $300 për një shërbim, pra për një trajtim fytyre. Pra për mua vërtet janë shumë lek, por mendoj se është një trajtim që ja vlejti. Trajtimi i fytyrës ka zgjatur 1 orë e gjysmë, dhe në fund përdori maskën e cila është me dritë kuqe dhe me dritë blu, mos gaboj. Edhe ishte vërtet shumë relaksuese. Gjithë gjëja në fakt në total ishte relaksuese, sepse në fillim kam bërë masazhin 1 orë e gjysmë dhe pastaj kam kaluar direkt tek pjesa e trajtimit të fytyrës. Unë në fakt kisha pak siklet, duke qenë se është hera ime e parë që bëja një masazh në trajtim fytyre këtu në Amerikë, por mendoj se nëse do ketë pra një herë të dytë, herën tjetër do jem goxha më mirë. Okej, shikoni pak sa mirë është përhapur make-upi Alketas. Super. Edhe do t'i japim vlerësimin ton të sinqert 10 nga 10, jo sepse kemi shoqë Alketën, por sepse realisht e meriton. Kështu që bëni një screenshot edhe shkoni tek faqja Alketës Amarlile Studio dhe porositeni, sepse është vërtet shumë e mirë. Atë dua të hedh edhe një nga këto parfumet, duke qenë se do bëj make-upin tani dhe kam qejf që të ndjej aromë të mirë. Por e preferuara ime më duket se ishte Sweet, nëse mbaj mend të mirë nga dje që kam treguar produktet. Ka qenë kjo. Okej. Kjo ishte po, super. Ose armë të mi që ka. Të vendosim pra këtë që ju thash, do përdorim nuancën Mogul, që kjo këtu e bardha, thjesht për të neutralizuar pak ngjyrën e syve. Furça nga Real Technique dhe është numri 402. Në fakt kam shumë kohë pa i përdorur këtë furçë, duke qenë se nuk përdor tonet e pjesa e syve. Okej, mund të përdor dhe pak të Influencer për ta vendosur pak në fund të syrit, pra si ti peneli, edhe pse unë të vendos penelin tim që kam shumë kohë që vendos penelin që në gjimnaz dhe nuk rrit dot pa wow, ta e kaft që nga. Kjo është arsyeja sepse nuk përdor unë tonë sy, sepse nuk di ti përdor. Atë do marr të furçën tjetër dhe do përdor prapë të njëjtën nuancë Mogul për të vajtur përsëri aty ku ishim. Okej, nuk do vendos fare tone, kështu që të kaloj direkt tek pudra fiksuese, përdor këtë nga Elf, sepse të doja shumë që të merja atë nga Huda Beauty, por ishte $36, mos gaboj. Jemi mirë me këtë të Elfit. Para se të vazhdojmë pjesën tjetër në make-upi, do vendos lip glossin nga Amarlile Studio, edhe po përdor këtë që është pink. Okej, unë përdora edhe dje në fakt dhe ishte super i mirë. Është vërtet shumë hidratues dhe ka një aromë fantastike. Okej. Që sa unë të bëj pjesën e syve, buzët janë të hidratuara. Atëherë, po ju tregoj pak edhe shpejt produktet që mora dje te qendra estetike, janë për fytyrën. Është një set i cili përmban tonerin. Kjo është një sapun i cili përdoret për larjen e fytyrës ose të trupit, mund të përdoret për të dyja. Dhe në fakt ishte herë e parë që më japin një sapun për të larë fytyrën. Ka vaj ulliri, ka vaj frutash, ka vaj magnezium nga deti i vdekur, ka dhe një vaj tjetër që quhet Laurel Oil. Është një sapun që ka vetëm
minerale nga deti i vdekur. Atëherë nuk e kam përdorur, por kur ta përdor do ju jap review-n time të sinqert. Okej. Ky është edhe sapuni. Aromën e ka se sapunat që kanë qenë një herë një kohë në kohën tonë, që ishin vetëm me vajra dhe pa gjëra të tjera ekstra. Ky është toneri, cili është me cranberry. I shumë i lezetshëm, por do ta provojmë dhe do ju them nëse do ja vlejnë si produkte apo jo. Produkti tjetër është ky baby cream me SPF 30. Unë nuk para përdor baby cream, por do japim një shans. Dhe tjetri është një hidratant anti-aging. Atëherë, ky është edhe seti që e mora dhurat, në fakt Fredi ma bëri dhurat. Kështu që do t'i provojmë edhe do t'ju tregoj më vonë se si do jenë, nëse do ja vlen apo jo. Atëherë, unë po zoti bëra ato kuqe duke qenë se do pi foto në dëbor edhe normalisht e kuqja ngjan vërtet shumë bukur në dëbor. Kështu që tani po iki sepse Oleni po më pret edhe sa të bëhet burri me nerva, në fakt gjaja është bërë me nerva, por që mos të bëhet më shumë nerva akoma. Po iki po vesh pallton, po marr çantën, veshim çizmet edhe të bëhemi gati për setin ton fotografik dhe gjithashtu për shopping. Give me love, give me all your love, oh 'cause I want you. No one else makes me feel this way, don't know what you do. You hold my hand, look me in the eyes. You and me, yeah, that's all I need, and I'll be alright. I'll be right here, I swear that I'll stay here with you. Hold me closer, I wanna stay here with you. You're giving me your love, giving me your love. All that we have is each other now. Promise you won't leave my side. I hope. Nuk të dëgjon kamera, se ka unë mikrofonin, çan. I let you down, and I know that I was not always around. I made you feel alone. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked before. And I know I was wrong. It's what I try to tell you with my song, tell you with my song. What if I said I'm sorry? What if I'd make a scene? Wouldn't that make you... Tani po vazhdoj po filmoj me telefon, duke qenë se bateria e kamerës më mbaroi, por është vërtet shumë ftohtë, edhe do mundohemi të mbarojmë pak gjërat tona shpejt e shpejt. Gonna let the sun shine in today. I'm trying to make this darkness go away. I'll paint with colors and I'll sing until my lungs give out. I'm gonna let the sun shine in today, and I will leave my windows open so that I can hear the sound of talking and the wind blowing in the trees. Oh, I will open up my eyes so I can see the light. Oh, and I'll try to spread my wings so I can fly. Oh, and the darkness starts to fade, feels like things are gonna go my way. I'm gonna let the sun shine in the day.
be filled with smoke. And I will try to fix what has been broken. And take this weight off my shoulders, 'cause I know yesterday ain't coming back. I'm gonna let the past stay in. Okej, atëherë tani ula këtu për të bërë një haul të gjitha gjërat që ne kemi marrë tek BJ. Dhe për të gjithë ju që nuk e dini, BJ është një market ku mund të merrni gjëra, po them me shumicë, pra në formate të mëdha. Pra nëse të doni që të merrni një shampo, nuk gjeni, thjesht gjeni formate që janë 2 ose 3 së bashku, pra që janë formate më të mëdha për familjar. Atëherë po nis direkt nga gjërat që kam marrë tek BJ, kemi marrë këtë avën, e cila është nga Down, edhe kam marrë format shumë të madh, zakonisht nuk i marr kaq të madh, sepse ne kemi vetëm një muaj që kemi bërë abonimin tek BJ. Kam marrë 3 shampo dave, të cilat janë për trupin dhe janë me aromë të ndryshme. Minerale si Minerals, kjo është me coconut edhe cocoa butter, ndërsa kjo është me lavandër dhe kamomil. Atëherë, i mora këto të treja sepse doja që të kisha aroma të ndryshme dhe ishin vërtet shumë të mira. Një gjë tjetër që kam marrë prap nga marka Dove, janë këto shampo të cilat janë për larjen e duarve dhe kjo është me cinnamon dhe pumpkin pie, kemi peppermint peppermint bark, kemi dhe sugar cookie sprinkles. Atë vendosa përsëri të merja këto për të pasur 3 aroma të ndryshme për duart. Pastaj këtu kemi kastraveca dhe domate, marr gjithmonë nga domatet që janë të vogla cherry. Kemi marrë këtë për lavastoviljen, është nga marka Cascade, edhe ka 82 brenda më duket. Po, 82. Këtu kemi marrë qeset për koshin, të cilat janë vërtet format shumë i madh, ka brenda, është edhe vërtet e rënd, ka 120 qese. Pra për 3 muaj jemi okej me këto qeset. Ka marrë këtu sfungjera, Scrub Mami. Ka 6 paketime që janë Scrub Mami dhe sfungjera që janë kështu pra të thjesht. Këtu ka marrë nga kjo Listerina që ne përdorim, TheraBreath, dhe është vërtet shumë e mirë. Dhe si shikoni janë paketime dyshe, pra nuk ndajnë që të jepen vetëm një. Dhe vetëm këto ishin $24, pse janë vërtet të shtrenjta, është $12 një, por janë vërtet shumë të mira, janë super vlejnë. Kemi marrë letra me alkohol për të pastruar çdo sipërfaqe të mundshme dhe shikoni që ka 2, 4, 5. Pra janë pra format që është i gjithë i bashkë, 3 janë me limon dhe 3 janë si me arome freskët. Kemi marrë gjithashtu Tidy, në përdor këtë Tidy në kuq për rrobat, edhe ky është formati i madh. Kur i kanë këto të dyja, kuptohet që është formati i madh, sepse mund ta vendosësh kështu, të përdorësh të pjesën këtu, ose mund të thjesht ta hedhësh nga ana tjetër. Kjo është për të pastruar xhamat dhe janë 2 Azax pra që janë si spray dhe njëra që është tip filler. Këtu kemi marrë letra për fytyrën, edhe ka 6 edhe këto i përdorim pra kudo, si për të pastruar fytyrën, si për të pastruar hundët dhe unë i marr edhe për në punë. Kemi marrë ravioli, janë këtu, janë me cheese edhe me djath, pra gjysmat janë me cheese, gjysmat janë me djath. Okej, Sunny D, dhe kemi marrë këtë formatin që është si me pip, pra që mund të pihet me këtë tapën kështu, dhe janë të mëdhaja dhe ka 30 copë. Okej, kjo ishte vërtet shumë e rëndë. Kemi marrë bukë për të bërë sanduiçe. Kemi marrë hudra dhe kemi marrë vetëm pak sepse gjithmonë na prisha, nuk se i përdorim më shumë. Kemi marrë karamele me krem karamel. Këtë i ka qef Oleni, kujton ato karamelet Zana, mua nuk është më pëlqen aq. Kemi marrë brioche me gjalp, ky paketimi i madh, dhe ne kemi qef se i mbushim me Nutella. Nuk i kam qef që t'i ha thjesht kështu siç janë. Okej, tani këto ishin gjitha gjërat që kishim marrë tek Bells Marketi, kanë kushtuar $360. Ndërsa te Rossi ka marrë këto çokolata të cilat janë shumë të mira, unë i kam qef, janë si tip stiku dhe janë me çokoladë me lajthi. Gjithashtu tek Rossi, kam këtu paketimin pakon e Rossit, kam marrë edhe këto fjongo të cilat janë të ndryshme, pra ka fjongo të ndryshme, ka 38 copë dhe kemi marrë për paketimin e dhuratave për Krishtlindje. Okej, ne nuk do festojmë, por normalisht tek puna duhet që të bëjmë pra personave dhuratë siç kemi bërë çdo vit tjetër. Kjo është një letër paketimi e cila është vërtet e gjatë dhe ka vërtet shumë paketim brenda dhe është me këto detajet e bukura të Krishtlindjeve. Kemi shkuar tek Five Below, më duket se është kjo qesja këtu, sepse kemi marrë për Ryanin një bidon për ujin, i cili ishte në formën e arushit. Këtë kemi marrë dhe herë tjetër, kushtonte $5, por Ryan i tira në tokë edhe ju thyje këtu, kështu që u prish, dhe vendosa ti merja një tjetër duke qenë se e pëlqeu. Gjithashtu Leni gjeti një nga këto kapash, container, që mund të vendosi ujin e tij me limon edhe është e vogël, sepse Leni nuk i ka qef të kapat të cilat janë të mëdhaja.
Këto ishin të gjitha gjërat që kemi marrë ne për sot. Ky ishte i gjithë marketi që ne kemi bërë për sot. Domethënë kemi vajtur në shumë vende dhe unë tani duhet patjetër që të gjitha këto gjërat ju shikoni mbi tavolinë të sistemoj. Më duhet patjetër që të bëj dhe gjithë punët e shtëpisë sepse nuk kam prekur asnjë gjë me dorë sot. Thjesht jam zgjuar, jam bërë gati dhe kemi dalë. Gjithashtu kam bërë disa foto të bukura të cilat ju do t'i shikoni në Instagramin tim, Silvia SM Marketing, do t'ua lë diku këtu, nëse nuk më ndiqni në Instagram atë riftoj që të më bëni një follow sepse aty postoj më shpejt se sa postoj këtu në YouTube. Atëherë kam menduar që këtë video ta mbyll këtu, duke qenë se nesër fillojmë një javë të re dhe nuk kam se çfarë t'ju tregoj sepse këtë javë do jem vërtet shumë e zënë tek puna. Por të shtunën tjetër kemi një udhëtim të shkurtër një ditor me tren. Është hera ime e parë që do bëj një udhëtim me tren këtu në Amerikë, por për detajet e gjërat e tjera do t'i shikoni tek vlogu i radhës. Kështu që mos harroni të bëni një subscribe në mënyrë që të shikoni gjëra më të bukura në kanalin tim. Atëherë ne bashkë shihemi te video radhës, deri atëherë kujdesuni për veten. Paçim.